Fshatrat e Vlorës prej vitesh përballen me probleme të vazhdueshme në furnizimin me energji elektrike. Mjafton një erë e lehtë apo një mot me rreshje për të shkaktuar ndërprerje të menjëhershme të energjisë, duke lënë zona të tëra në errësirë të plotë. Situata është bërë tashmë pjesë e përditshmërisë për shumë familje që jetojnë në zonat rurale të këtij qarku. Grupi i xhirimit i televizionit 6+1 Vlora ka zhvilluar këtë të njëjtë një vëzhgim në terren, ku janë konstatuar probleme serioze me infrastrukturën energjitike. Në disa fshatra, shtyllat e tensionit të lartë janë dëmtuar ndjeshëm dhe rrezikojnë të rrëzohen në çdo moment. Disa prej tyre ndodhen në mes të tokave bujqësore, ndërsa të tjera kalojnë shumë pranë banesave apo ndërtesave, duke paraqitur rrezik të drejtpërdrejtë për jetën e banorëve. Edhe pse banorët kanë njoftuar disa herë autoritetet përkatëse, problemet vazhdojnë pa një zgjidhje konkrete. Mungesa e mirëmbajtjes periodike është shkaku kryesor i këtyre defekteve të përsëritura. Nevojtë ndërhyrje urgjente për të garantuar sigurinë dhe furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike. Ndërkohë, banorët e fshatrave të Vlorës shpresojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa konkrete për t'i dhënë fund një problemi që prej kohësh ka lënë komunitetet e tyre në errësirë në kuptimin e plotë të fjalës. Por përbën gjithashtu edhe rrezikshmëri për jetën e tyre, pasi linjat kalojnë pranë shtëpive dhe tokave bujqësore.